Për ta do më thënë ndikime shumë të mëdha në lidhje me shëndetin e tyre, në lidhje me rutinën e tyre të përditshme, sa efektiv janë për të realizuar gjërat që kanë vërtet rëndësi dhe janë të shëndetshme dhe pozitive për ta, po ashtu edhe në lidhje me mënyrën se si ata organizojnë edhe jetën e përditshme, po ashtu jetën e tyre dhe planifikimet që bëjnë në lidhje me të ardhmen. Nëse kemi një problem në lidhje me shëndetin tonë dhe e kemi lënë pas dore, automatikisht do të smëdhohet. Do të ndjej një nevojë për ndryshim, ndoshta ndryshim në stil, ndoshta ndryshim në mënyrën e jetesës, ndoshta një ndryshim edhe në personat të cilët ai frekuenton. Kjo është diçka që do t'i bëjë vërtet shumë mirë. Do të na shtojë vullneti, do të shtohen të gjitha çdo gjë pozitive që kemi, pra edhe mënyra e jetesës, do të shtohen njerëzit pozitiv që hyn e dalin nga jeta jone të tjerë. Kemi një rritje vërtet shumë të madhe në komfort. Çdo gjë që do ndodhi këtë javë është fillimi i kësaj. Pra nuk po them se do të ndodhi menjëherë, jo të gjitha sfidat që kemi pasur deri në këtë moment do zgjidhen brenda ditës, por do të fillojnë që të zgjidhen dhe do të fillojnë që ta ndjejmë pikërisht këtë javë.